Do thot, në të qiqin, përveç dikush që ka bisedu, dikush ka jap të ndera. Po flasë firmët e zvungët. Unë me plot përgjithësi e flasë, unë gjithaj kom paracitë prokuroria. Prokuroria shtetit tonë... Vetëm kur ka ndodhë këto, se edhe kjo është me rëndësisht thuhet. Deri në qeverinë e fundit, vazhdimisht firmat e zvungëve si Lënviqit kanë marrë të ndera për buxhetit Kosovës. Zyrtori i prokurimit që ja ka jap të nderat, të paktën që ja kanë qitë si përvoqës se janë njerëz shumë më të mëdha, nuk e kokaqikun me jap të nder në emën qeverisë tonë, pa milionëshe nuk është i shumadis, ajo është shqiptori i Kosovës. Të flasim se si paratë e buxhetit të Kosovës u derdhën në kontet e kompanisë RAD. Kompani kjo në pronësi të Rade Stević, njërat nga personat që është përfshirë së fundmi në listën e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E po ashtu, po lidhet që vllai i presidentit Hashim Thaçi, Idris Thaçi, i ka me biznesmenët shqiptar që kanë kontrata momentale me kompaninë RAD.